Në vend që të rrisë pagat dhe pensionet, pushteti i rriti faturat e energjisë elektrike, akuzon opozitarja LSDM. Nga tje shojnë se rritja e çmimit të rrymës dhe shpallja e gjendjes së krizës nuk janë për shkak të protestave në Greqi, por për shkak të tenderëve kriminal dhe paaftësisë në sektorin energjetikës në krye me Sanja Bozhinovskën. Sekretari i përgjithshëm i Socialdemokratëve madje tha se këtë vit kemi prodhimin historikisht më të ulët të rrymës vendase, as gjysmën e 5100 гигаватëve të planifikuara. Наместо да се произведува дома, кое што државата ќе чини 80 до 90 евра мегават час, владата купува струја за 140 евра мегават часови. Колку ги чини тоа граѓаните? 77 милиони евра загуба за само првите 2 квартали од 2025 година. А проекцијата е дека ќе достигнат над 100 милиони евра загуба до крајот на оваа година. Nga LSDM publikisht pyesin se kush po përfiton nga importi i shtrenjtë i rrymës, gjersa i bëjnë thirrje prokurorisë të hapë hetim për humbjet prej 100 milion eurove. E në kundër përgjigjen e saj, partia në pushtet VMRO-DPMN pyeti se me çfarë kredibiliteti LSD-ja flet për rritjen e çmimit të rrymës, kur faturat e larta qytetarët i paguanin në qeverisjen e LSD-s, pasi gjatë 7 viteve në pushtet e rryma u shtrejtua për 50%. Vendi i vërtet ku LSD duhet të drejtohet për gjendjen energjetike janë funksionarët e tyre dhe kuadrot e emëruara për të plaçkitur sektorin energjetik, sepse parat nga ky për ta biznes fitimprurës janë tenderët kriminal që LSD përmes udhëheqësive të tyre në kompanitë energjetike i kujdeste, për çka mbi 50 funksionarë të tyre kanë kallëzime penale, mes tyre edhe Vasko Kovacevski, i cili është në arati me parat e vjedhura. Nga VMRO-DPMN përfundojnë duke thënë se qeveria aktuale po investon fuqishëm në konsolidimin e sektorit energjetik, po subvencionon faturat për qytetarët dhe me rritjen më të ulët të çmimit të rrymës në Evropë, synon mbrojtjen e standardit jetësor dhe forcimin e pavarësisë energjetike.